Qyteti Korçës njihet për traditën në kulinari, e trashëguar brez pas brezi si një nga setet më të vyera të korçarëve. Gatimet tradicionale zënë një vend mjaft të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit korçar, por rëndësi të veçantë kanë edhe ëmbëlsirat që shoqërojnë tryezat në përfundim të vaktit. Një pasticeri e krijuar prej më tepër se 30 vitesh, por e vetmja në llojin e saj, pasticeri Tasho është vendi i duhur ku mund të gjeni tortat me krem gjalpi e shumë produkte të tjera, si receta të trashëguara brez pas brezi dhe me shije ndryshe nga ëmbëlsirat që gatuhen në ditët e sotme. Pikërisht, përmbajtja e recetave tradicionale është ajo që e bën të veçantë këtë pasticeri me produktet bio, me pak përbërës. Doloreza Tasho, nusja e familjes, por njëkohësisht edhe një nga njerëzit që trashëgoi profesionin nga vjehri i saj, na tregon fillesat e këtij biznesi dhe dëshirën e saj për të mësuar e për të bërë mjeshtre në prodhimin e ëmbëlsirave të ndryshme. Ka qenë vjehri i saj, Sokrat Tasho, një mjeshtër i ëmbëlsirave, i cili nga dëshira dhe dashuria e madhe për këtë profesion, bëri të mundur krijimin e biznesit familjar, që është ndër më të preferuarit e korçarëve edhe në ditët e sotme. Këto janë shumë të shëndetshme, janë bio, gatuhen me sheqer, miell, vezë, pa produktet, unë nuk dua t'i nënvlerësoj, por këto janë si më të besueshme për klientin. Kremi i gjalpit përbëhet nga sheqeri, klur dhe nga gjalpi. I shkojnë për punimin në makineri dhe ajo është një diçka shumë e shijshme, gjë që ndryshon nga me pasticeritë e tjera, ata përdorin shumë përbërës të tjerë, kremra, qumshet, kremrat e ftohta. Ne nuk i futim këto, mbasi nuk e përmban receta. Ne pasticeria është recetë, gjithçka është me peshë dhe duhet i nënshtrohesh recetës. Të gjithë korçarët e njohin pasticeri Tashon, por njohin më mirë akoma ëmbëlsirat e veçanta që gatuhen atje. Doloreza thotë se të gjitha ingredientët që përdorin janë bio, ndërsa ëmbëlsirat gatuhen me sheqer, miell e vezë. Neve përdorim recetat e trashëguara prej vitesh, pasticeria e hershme e viteve të shkuara. Kemi lugatinën, kemi bombonën, kulaçkën, allfën, kokën, rolenë, piramidën, bombonën, kurabien, amaretat e ndryshme, baklavan, kompekaj, trigona, samsa, do me thënë është pafundësi. Vetëm dëshira dhe dashuria të jetë për prodhimin e ëmbëlsirave. Duan kohë, mbasi krem arenga do një kohë zgjatje shumë të madhe, buka e lugatinës do shumë profesionalizëm, jo kushdo, unë mund ta jap recetën pa merak, pa frikë fare jap recetën, por nuk realizohet, duhet praktik, duhet ta zësh me dorë atë kremin, të më shikosh mua si e punoj, mbasi dhe unë jam mësuar nga mjeshtra që jo me njëri i bëra. Kur i thesha vjerit tim Sokrat që po du ta bëj unë këtë, po më shiko mua theshte. Kur vete në kazani dhe e bëj dorën kështu, çfarë tregon kjo dora kështu, ose unë e shikoj me sy që bëhet ai fëndani bombones. Do mjeshtëri, të gjitha recetat mund të jepen, por nuk realizohen dot. Recetat i kemi të vjetra, ndërsa përbërësit janë sheqeri, vaj, gjalpi, janë ndryshe. Megjithatë ruhet shija e vjetër, ruhet. Në këtë pasticeri, klienti mund të gjejë një shumëllojshmëri ëmbëlsirash, duke nisur nga kurabia, amaretat, tortën me krem gjalpi, e deri tek bombonet, trigonat e shumë të tjera. Doloreza tregon se pasticeria është një pafundësi produktesh, të cilat bëhen me dashuri për klientin. Këto janë zupat. Një nga asortimentet që ne trashëgojmë si traditë është edhe zupi. Po ky ndryshon nga zupat e tjerë, mbasi është me qumësht, me niseshte, me sheqer, vanilje, kjo është pjesë e kakaos. Vaniljen e kemi hedhur gjysmën atje, taskat i kemi mbushur me pandispranje, me kremin me vanilje, ndërsa tani do vazhdojmë me kremin me kakao. Është vërtet i ushqyeshëm, është shumë i mirë dhe ndryshon nga kremrat e tjera që sot
tregëtojnë në të gjithë tregjet e pasticerive. Kjo është krem karamel i trashëguar nga e kaluara. Nuk ka lidhje me zupat e sotëm. Në momentin kur mbërritëm në ambientet e pasticerisë, Doloreza ishte duke përgatitur zupa, një nga më të preferuarit e klientëve. Ajo tregon hapat e ndjekur për përgatitjen e këtij produkti. Ka shumë turistë që vinë, i provojnë, kënaqen, por i marrin në sasi të vogla, mbasi përmbajtja e sheqerit është pak më e rëndë se në pasticeritë e tjera. Ndërsa shqiptarët emigrantë janë absolutisht të malluar dhe ata nuk pyesin sa të kenë konsumojnë. I pëlqejnë jashtë mase. Të gjitha, pa përjashtim. Klientët që vizitojnë pasticeri Tasho janë të shumt, duke nisur nga turistët, të cilët i provojnë e kënaqen me ëmbëlsirat e ndryshme, por më të shumt janë emigrantët shqiptar, të cilët marrin në sasi të mëdha. Doloreza shpreh dëshirën për t'ia trashëguar fëmijëve të saj profesionin, por duke qenë se vajzat janë larg familjes, ajo pret që nusja e djalit ta mësoj sa më mirë profesionin dhe recetat e vjetra të ëmbëlsirave. Kam shumë dëshirë. Vajzat time nuk i kam pranë, megjithëse dhe ato din t'i gatuajnë. Ato janë në fusha të tjera të jetës, por kam pranë djalin dhe nusen. Mundohem që atyre, Sokratit dhe Elisës, t'ja u mësoj. I shikoj që ajo është një vajzë e vëmendshme, artiste në dorë, dhe kur i bën pastet, i bën më mirë se mua. Dhe kam shumë besim që do trashëgohet. Kam shumë besim, në qoftë se deri e thesha që në qoftë se unë nuk ka paste, sot them që do ketë paste. Mbasi dhe dëshira e vjerit tim, Sokrat, ishte që kjo të trashëgohej, zanati trashëgohet. Do punojmë këtu ku jemi, me këto mundësi që kemi, të luftojmë që të arrimë diçka të bukur. Pasticeri Tasho është shembulli më i mirë i një puna shumë vjeçare, i trashëgimit të një tradite të vjetër të qytetit, që mban gjallë vlerat e kulinarisë korçare.